Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Shiko, se ne bëhet aeroporti, kupton kur të bëhet po u bë pak rëndësi ka. E kupton bëhet për çfarë bëhet aeroporti? Për të sjell turistë, kupton se do bëhemi dhe ne sklever hotelerik siç janë bërë në Itali, në jug. E kupton se mos e dhënë zoti re që të shpikim në një gjë, që të hapim në një fabrike, të bëhemi shtet prodhues dhe jo vetëm shërbyes, e kupton se mbase na duhet të na pushtojë dikush. Ore, Berati është aty pas te? O mik, unë kam lindur në Berat, e dashuroj si vend, e kupton, gjithë që e ndjekin podcastin, e gjithë arje, çdo mundësi që më jepet e reklamoj, edhe mendoja se dija shumë gjëra për Beratin. Me sa duket, nuk e pas kam ditur që kalin në Berat që ka i shenjt plak. Miku im, në këtë bised së bashku dua thjesht ta flasim. Mbase mund mos themi asnjë gjë, po mendoj që është e denjë ta flasim atë kolos të zi ose Marta e Zez, se të paktën emra dim t'ja vëmë nëpër media në Shqipëri. Të paktën e bëjmë diçka. Marta e Zez data 28 tetori, vitit 2025. Nuk i bie 2 javë apo 2 javë pak më shumë që kur del episodi. Hapet dita me një tritol në Shkodër. Targeti ai i synuar i vdes. Në Durrës disa orë më vonë djali vret tatin me thika, nuk e di me spat, nuk e di me çfarë vrau, pak rëndësi ka. Pak më vonë pasaj, e kupton se nuk e di. Mase e kanë bërë dhe me llafe, kanë lënë kështu kohë të marrin, pinë një kafe njerëzit të vënë në banjo, e kërkojnë si ndeshje futbolli. Guzhinieri vret kamarierin në Tiranë, se ofendoi. Edhe ju, burri dhe çfarë kamarierësh jeni lëri guzhinierët e ato, por nuk i bie ti robit në qafë. Dhe pastaj Perla, domethënë qershia, se ka dhe qershi Berati, by the way. Vete një filan që me sa duket është i regjistruar në Tiranë, jetonte me familjen prej kohësh në Mbretërinë e Bashkuar, në Berat, siç e tregonte bashkëshortja, e veja tashmë fatkeqësisht. Ve në Berat për tu sjell fëmijëve që shifeni ju edhe pse jeni larg Shqipërisë, hajde më thoni se çfarë është Shqipëria dhe Berati është një nga këto, ne ju tregojmë se kush jemi. Për çfarë lloj mënyrë që mund të dëgjoni, kemi këto gjërat e tjera. Bëri një gabim fatal ai, filani. I ndjeri mendoi se po shkonte në një vend normal. E kupton? Ku një fëmijë në botë, e kupton, shikon një kafshë domestike të zbutur. Dhe natyra ose ai lart ja jep, kupton, që të krijojë një farë lloj afërsie, ta përkëdheli, ta fërkojë të qafa. Por harron që jo vetëm toka mund të ishte e nxanum, po edhe kali pas ka qenë i zëmlla. Dhe se unë tani po e bëj kështu sepse nuk di çfarë të bëj, se pastaj vetëm marrim në një shamie të qajmë, e kupton, të mblidhemi, të ftojmë njerëzit për kafe, edhe po se kështu është tani. Unë po e them, kur shkon në Beradlla, mos pre kal. Kaq tani. Është hilaritet, është sarkastike apo bëri çfarë duash. Me sa duket, pas ka njerëz që për të përkëdhelur një kal të çajnë në thik. E kupton? Pas ka media që pa asnjë lloj incentivi, pas një lloj nisje, hyrje informacioni, thonë që jo po se bëri foto dhe si dha lekët. Që s'ishte fare e vërtet. Thonë ishte një thjesht një përkëdhelje. Tani ne diskutuam tunelin edhe aeroportin. Po ne kemi hago o vllai dashur. Ore ne vrasim për
Ora as nuk ja vrau Kalin se para 2-3 muajsh ai vrau sa ku ai vrau ai atëre. Për kompeticionin andej në jug. Domethënë se ishte një guid tjetër që kishte kuaj edhe ku digjë un vran kuaj. Ky tha që s'dini gjë ju ande nga jugu, që si e bëjmë ne në Aberati, ne kuaj nuk i vrasim, ne vrasim filanin. Ore, qa jemi ne, qa populli psikopat pas kemi qenë ne? 4 vrasje brenda të njëjtës ditë, ha? Se janë, është aq e larmishme, fillon nga larje hesapesh, kalon në dhunë deri në vrasjes domestike brenda familjes, kalon në mesetarizmin mëshau dhe e thera, edhe pastaj që nuk e kam dëgjuar me asnjë vend më preku Kalin plak. Aman vetëm Kalin mos. Ore ku po jetojmë? Ngjarja e Beratit në një farë mënyrë pas rrëfimit të asaj zonjës sot TV, sikur barte brenda vetes dhe vetë mesazhin, në paktën nga ajo që përsolli zonja, që unë marr fëmijët e mi dhe gruan dhe nënën për t'i tregu se çfarë është Shqipëria dhe si është Shqipëria. Dhe në një farë mënyrë më dhem ta them dhe po e ekstremizoj kur po e them, se nuk mendoj që ka vend 100% për ta bërë si deklarim. Në një farë mënyrë për fat keq ata panë se çfarë është Shqipëria dhe kush është Shqipëria. Do me thënë që ja vlejti vizita. Ja vlejti vizita sepse e pan literal fix, mbase nuk ishin nisur për atë, po pan në fakt të vërtetën çfarë është, jo çfarë ka qenë. Mund ta themi këtë. Po, absolut. Ai në tragjizmën e vet, në një farë mënyrë i premtoi diçka dhe fatalisht ja vërtetoi atë çfarë premtoi. Dëgjoj, Gjon, ka diçka. Mua ajo ngjarja më tronditi ekstremisht shumë. Të të marr njeriu, një kantautor italian, Fabrizio De Andrés, është që dhimbja e tjetrit është gjithmonë dhimbje gjysmake. Ti në fund fare nuk e percepton dhe nuk e përjeton dot 100% atë që po kalon ai. Po vetëm kur neve i medezimohemi me tjetrin dhe fillojmë të shohim pika takimi apo ta vëmë veten në pozitën e tij në një farmase, se 100% për fat mirë nuk e vërtetuam dot. Vetëm atëherë mundet të kuptosh se çfarë që. Unë e kam gjetë veten, besoj, në një ngjarje, për fat të mirë, jo me atë lloj fataliteti dhe jo me atë lloj shkëmbimi, por në një element skenik, plastik, të ngjashëm me ato të atij fatkeqi. Sepse unë kam një moshë pak a shumë përbashkët me ato që u vrau therë, u masakrua. Kam një fëmijë, kam bashortën time, kam maman time, sepse ti madh nuk e kam më. Dhe kam gjetur veten në atë qytet me këtë kompozim, pra me maman, me bashortën dhe me fëmijën tim në Berat për t'i treguar qytetin, për të parë Beratën e gjitha me radhë, sepse dhe unë kam një lidhje shpirtërore dhe të gjithanshme me atë qytet. Pra praktikisht ai ishte si t'isha unë atje, moshatar me mua, me një kompozim, me një kartolinë pothuajse identike. Dhe është një ngjarje që më shenjoi dhe më mbetet sot, sikur të ndodh para një ore, po aq e freskët dhe po aq traumatike saç momentin e parë që dëgjova. Dëgjova dhe lajme të tjera, ta them të drejtën,
pikërisht për atë psikopatin që të përmenda pak përpara, që ka filluar të zër gjithë popullsinë tonë, përfshirë dhe mjekët tashmë, dhe neve, që priremi të jemi më kritik dhe më të vëmendshëm ndaj problemeve. Por ato 3 ngjarjet e tjera, 4 ngjarjet e tjera mua më dhe s'më ndikuan. Turp është ta them, po Po mos çat turp ishte sistemi i komunizmit dhe ishte turp. S'ka turp, ajo është çështje subjektive. Turp është ta them sepse në çfarëdo lloj shteti tjetër, në çfarëdo lloj realiteti tjetër, ajo ishte, më kujtoi atë ngjarjen që ka ndodhur në Gjermani tënde të para 80 viteve, që quhet një në historisë nata e pikave të gjata. Sepse çuditërisht dolën gjithë fikat në qarkullim dhe u përdorën nga një njeriu tjetër. Një kazaphan, në kuptimin e parë të fjalës, mund të përdoret e tillë. Po. Por na ka mësuar realiteti, sidomos kur dëgjon Shkodra është kryer nga qyteti më perl që mund të ketë jo Shqipëria, jo Ballkani, po ndoshta Europa, për nga cilësia, bukuria dhe atë çfarë natyra i ka falë, që kanë det, liqen, lum, mal, kala, qytet dhe qytetërim. Janë gjithçka që çfarëdo lloj qyteti apo edhe shteti në botë do i kishte zili. Ka shtete që nuk i kanë dot gjithë këto elemente që Shkodra i ka në një qytet të vetëm. Dhe nga ana tjetër sot Shkodra, kur të vjen në mend, ka gjasë që të vinë dhe këto element për një njeri që e shijon vendin siç unë jam, në një mënyrë, po dhe plot të tjerë, shumë më shumë se sa unë ndoshta. Por paralel të vinë në mendje dhe bandat dhe vrasjet dhe tritorit dhe gjëra. Pra është bërë shumë normale që kur përmend fjalën Shkodër ti atashosh dhe ngjarje kriminale. Që në vetvete është krim në vetvete, se tash për një qytet aq kompleks të bukur, kompleksisht të bukur, të mund të mendosh gjithë këto nxeza paralelisht trurit të bëj këtë lloj connectioni, nuk është fare normale dhe është për të ardhur keq, po ja që ndodh. Durrësi gjithashtu ka një lloj fenomeni të caktuar. Tirana metropol diskutohet, ngjarje ka në bazë ditore. Kurse kjo nuk ishte thjesht vrasje. Kjo ishte shëmtia ndoshta më e madhe që mund të rastisi ti nuk ke fëmijë, por je fëmijë vet i prindërve. Mendo të hasësh një situatë ku një apo dy prej prindërve tu bëhet një fyerje. Si do ndihesh ti si fëmijë atyre? Që dikush, një person i tretë ti thosh një fjalë fyese. Mendo tani për këto dy fëmijë të shohin se si përfundon jeta e ndoshta njeriu ose një prej njerëzve më të shtrenjtë të tyre. Ata kishin kaluar në shok të mirëfillt. Mamaja atyre rrofente që nuk hanin prej ditësh, nuk pinin, ishin në shok. Dhe përveç situatën dhe për gjithë atë plastikën dhe skenografinë që unë të përmenda pak më lart, të them drejtën, e gjeta dhe veten në një situatë shok të tillë. Edhe pse thash, jemi rrahur në një farë mënyrë me kronikë të zezë, jemi rrahur me qamete dhe turpe dhe të gjithë farlojshme që po shohim dhe në arenën ndërkombëtare, por kjo ishte mizëri dhe mizoria më e madhe që dikush mundet të aplikojë mbi një qenie njerëzore. Ne kemi raste kur mafiozët, të paktën nga shërfejet, nga kronikat e Italisë së kohës, apo nga librat apo nga literatura, që janë persona me natyrë kriminale, jo vetëm rekorde kriminale, kur ishin familjarë afër, prireshin që atentatin ta shtynin për një moment të dytë. Mafia. Persona të cilat sot janë vrasës me pagesë, siç po del edhe nga rrëfimet që bëjnë
të penduar apo të marrë në akuzë në Shqipëri, vrasjes me pagesë, që tregojnë se si kanë shtyr vrasjen për shkak se pranë ka qenë një fëmijë apo një familjar. Ja. Por gjithë kjo gjë që kalon në trurin e një mafiozi, që kalon në trurin e një serial killer, që kalon në trurin e një personi i cili vrasjen e ka job description dhe ka pa shumë vrasje mendje, pa shumë përpunim, para familjes, para një ngjarje të përhapur, para një skene si ajo që u gjend ky personi në Berat, janë ndarur dhe kanë bërë hap murata. Ndërkohë që ky person arriti të bënte atë lloj gjesti. Por, më lejo dhe diçka. Unë shoh, përveç se tek ai person që për mendimin tim ajo që the në episodin e kaluar që do aplikoje me dëshirë dënimin me vdekje dhe në rastin konkret dënimi me vdekje është lehtësim për të, domethënë është gati i bësh nder. Ai kur erdhi momenti sepse truri njeriu automatikisht fillon hyn në atë procesin që fillon të bëj ato hapat që duhet bëj deri tek dënimi i tjetrit dhe mendimi që më erdhi për dënimin e tij ishte zero, nuk kisha mendim. Sepse nuk arrija dot të mendoja se çfarë dënimi mund të aplikoj ndaj një personi që bëri atë lloj krimi. Nuk arrija dot të mendoja që çfarë dënimi mund të meritojë ai. Dhe në atë moment më fika shkretimi, thash, okay, ndoshta nuk mund ta dënosh, ndoshta nuk e di, ose unë pastaj nuk isha në gjendje ta elaboroja. Pra, përpara këtij lloj fenomeni që është ekstrem, unë nuk di të them se cila do ishte mënyra më mirë për ta dënuar dhe cili mund të jetë fenomeni që mund ta ketë nxitur. Por di të them këtë, që agresiviteti që ka shoqëria jonë në tërësi është i atill që në një farë mase të çon dhe tek ajo ngjarje. Dhe fakti që ajo e martë u konsiderua e martë e zezë, ishte sepse në të njëjtën ditë ndodhen 4-5 ngjarje të pavarura nga njëra tjetra. Gjë që tregon vetëm ajo ditë në vetvete, sikur të mos i hysh asnjë ditë tjetër, që çfarë klime ka ky vend brenda vetes tij. Pra çfarë lloj toksiciteti ka kapluar gjithë shoqërinë, ku më shumë, ku më pak, dhe çfarë lloj plage dhe çfarë lloj gjëme ka rënë mbi këtë shoqëri shqiptare. Sepse të kesh 5 ngjarje në një popullsi që është, unë do thoja, as 2 milion në brenda kufive zyrtare sot. Shifrat flasin për 2.6, 2.7, nuk e di, unë mendoj as 2 nuk jemi sot brenda Shqipërisë. Të kesh 5 vrasje të pavarura nga njëra tjetra dhe të kesh atë lloj frekuencë vrasjesh që ka Shqipëria në bazë ditore apo javore, për mendimin tim tregon për një shoqëri mirëfillit të smur. Mirëfillit të smur dhe që ka nevojë për një frym komplet tjetër. Fryma që sot përcillet dhe tu do bie në një retorik që është rëndo me përdorur dhe nuk më pëlqen të jem shumë mainstream, po kur duhet, por është një frym që buron që nga seancat e kuvendit, që janë gjithmonë dhe më të degraduara, në cilësi, në atë çfarë ofrojnë, në mungesën totale të elaborimit të një ideje, të një mendimi, të një bote intelektuale, por që është katandisur në për zeqinera dhe në për persona që flasin vetëm o gazo, çabone, mirë, dhe ky është foltorja e kuvendit. Kjo është foltorja e kuvendit, ky është tempulli i demokracisë shqiptare. Dhe tempulli i demokracisë shqiptare përbëhet nga zeqineja, nga treqereku i legjislaturave që kanë qenë këto 3-4 mandatet e fundit të kuvendit, ku ishin gjithë delinkuentët, gjithë ish PIMP-t e Europës, gjithë ish spaçatorët e drogës, ishin ullë në për ato poltrona, dhe
ti gje këtë lloj realiteti në kuvend. Tashi, muzet për fati tjetër që rritëm të mbyllur për rikonstruksion. Me që jemi në kuadër të pritjes turistëve, se çfarë shohim këta turistë bekuar, Perëndia e di, megjithatë dëshira e tyre qoftë e madhe, ata arshin që na bëhet. Kam iden me sa flitet dhe në për rrugë dhe rrugica vinë jo vetëm për muzet ton, sepse nuk ka, por vinë edhe për të zëvendësuar atë që dikur e bënin në Tajland dhe në Kuba dhe në vende tjera, tani kurseni çik më shumë në bileta avioni. Edhe kanë gjetur strehën këtu. Patjetër. Është te jetë e qartë. Te jetë e qartë edhe kjo ka filluar që me atë që para 7-8 vitesh me atë festivalin Velipoj, ku gjeni kështu shiringa, ti mblidhje kishim shumë shiringa se Saguaska, e kupton? Po që tem tjetër, vazhdojmë. Pikërisht. Pra, ti je në një mjedis sot ku alternativat për të marrë një ushqim të shëndetshëm mental dhe shpirtëror, që është baza për një shoqëri, nuk po them elitare, po të paktën në binar. Një shoqëri në binar do ishte një shoqëri që paktën do kishte një ushqim relativisht cilësor, sa i përket jetës artistike, kulturore, e cila është zëvendësuar totalisht nga show në një televizion që unë kam shumë për zemër, por që është televizion kombëtar dhe për mendimin tim është një mëndzyrë si për produktin që ofron, si për frymën që ka përçuar e dita me radhë. Është mirëfilli një degradim thash që shihet deri në instancat më të larta. Në këtë pjesë nuk them se opozita ka një kontribut të shkëlqyer. Prandaj herën e kaluar të ceka pak dhe Arlindin si personazh, por do veçoja edhe një deputet të kësaj partia Mundësia, nuk e di si kishte mbiemrin, Kapri, një zotni burr, apo Karpi, nuk e mbaj mend. A Karpi a Kapri, diçka e tillë. Diçka e tillë. Por në ato ndërhyrjet që e kam dëgjuar ka qenë me të vërtet një zë i mirë dhe një kontribus të paktën për të ndihmuar në marrjen e një ushqimi tjetër, ti se ke idenë se sa e rëndësishme është kjo sot për veshët e njerëzve. Domethënë të paktën ti thua, ok, nuk qeka gjithçka e humbur, nuk ka vetëm 10%. Edhe pse 80% është ai lloj realiteti. Është ai realitet. Domethënë të paktën kur dëgjon 2-3 personazhe të artikuluar, ti thua amen o Zot, sepse pas ka më shpesh. Të mbyt turma Andi. E kupton, të mbulon. Të mbulon, por të din që të zezën e tyre po gatuajnë, sepse thash ti sot fërkon duart sepse arrite që të kesh një audiencë të shtuar, sepse Big Brotheri për fat gozhdon njerëzit para ekranit. Ti fërkon duart sepse në tenderin e fundit arrite të përvetësosh tot pasuritë të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Por ti fërkon duart se mori një mandat fal një TikToku apo një idiotësie që ti përdore në fushat elektorale. Por vetë do jetosh në atë realitet. Fëmijët e tu do i rrisësh në atë realitet që ti ke mbjell. Pra, është kollaj që ti frysh sajt tepsis të fenomeneve TikTok e Big Brother e përputhen e gjitha me radhë. Puna është që nëse të nesër kur del poshtë në rrugë, e gjem veten duke u therr sepse pe shtrëmbër, sepse zure rrugën e makinës, sepse kalove sakun një hap më shumë se ai tjetri mendon që ti duhet ta kalosh, sepse nuk është puna se sa ti realisht e ke bërë një thyerje, një shkelje, është puna se sa mendon ai që ti duhet ta bësh hapin tënd. Sepse me kutin e tij ai pastaj merr vendimin, siç bëri Mosra në fjalë, me
makabritetin që i prodhoi. Ai kishte vënë një kufi mental që mua kalin nuk duhet të ma prekin. Kjo ishte demarkacioni i tij. Dhe demarkacionet e kësaj shoqërie, e cila po përballet gjithmonë me një hale dhe me një mut për ushqim, janë gjithmonë dhe më të ngushta, sepse mendja e tyre sot është mad, është luc. Mendja e tyre nuk është një mendje e hapur, një mendje e mbushur me dritë, unë kam pas shprehje të preferuar, mos lufto errësirën, thoshte shto dritën sepse errësira do zhduket automatikisht. Sot prej kohësh në Shqipëri, po, mbas edhe më gjërë, ti ke një errësirë në ekspansion. Dhe nuk bëhet asnjë nisëm, asnjë normë, asnjë ligj, asnjë projekt ligj, se si mund ta bëjmë këtë popullsi më të zbutur, sepse duket sikur është term që përdoret për kafshë zbutur, po ndonjëherë dhe njeriu duhet zbutur, dhe Europa e ka bërë ndërshekuj këtë procesin e zbutjes. Ne kujdesemi se si t'i ofrojmë të drejtat e barabarta kategorive si LGBT e tjerë, duke ato do thosh atë më shoqëri që kemi ato të paktën, e kupton? Duke harru kategori të cilat me vërtet nuk kanë nevojë për shumë më shumë drejta të barabarta, siç mund të jenë smurë, siç mund të jenë autikët, siç mund të jenë gjithë kategoritë pleqt e tjerë, por çuditërisht kujdesemi për një kategori e cila po të mos ishte, në vlerësimin tim, po të mos ishte kaq e stimuluar përmes fondeve, ligjeve, fushatave etj. Në numër, ta siguroj, mendoj do ishte shumë herë më e të kurrur, sepse në natyrshmërinë e tyre as çerekuj atyre nuk kanë atë lloj vokacioni. Por të gjetur në një gati mod, shumë kush ka parë të udhës të përqafoj këtë lloj filozofie, që për mendimin tim është në kufit e denaturimit edhe të vetë atyre që e kanë përqafuar. Por nëse ti sheh gjithkohës dhe madje koncepton që ka edhe avantazhe që ti të përqafosh një logjik caktuar dhe një frym caktuar, po patjetër, është ajo që them pak përpara, do bëja 3 vjet burg për 30 milion euro. Edhe ai thotë që të bëj karrierë edhe të kem kuota të garantuara për të bërë inxhinier nesër pas nesër, se mos e shoh veten unë që të jem më open mind. Pra, çfarë po bëhet? Po stimulohet në mënyrë gati dhe artificiale me gjas, sepse çuditërisht mbas fitores së Trump në Amerikë, gjithë ta që ishin me tallaze, me trumpeta e me gjitha me radhë, nuk e pan kaq të nevojshme për të protestuar, për të kërkuar dhe për të, nëse ti e ke të brendshme, nëse e ke organike, drejti ta haj, po të vi kush doj presidenti do e manifestosh sepse të plas shpirti. Kurse çuditërisht u qetësuam, tash i doli dhe vendimi i Gjykatës Supreme në SBA që sankcionoi në mënyrë definitive që ka vetëm 2 sekse, mashkull dhe femër, vetëm 2 gjini. Ndërkohë që po të njëjtën ditë Shqipëria mori vendimin që mori, që jo, nuk ka vetëm kaq. Shikoj, ne do të them diçka në për të dhënë edhe një çik kontekst mbas edhe një ushqim për të vazhduar këtë bisedë. Unë dua të bëj pyetjen prapë për të tema origjinale, po vetëm diçka. Unë kam një mik. Me kam mik të mirë. Është shoku im. Ndaj shumë gjëra me të. Ai ka një tjetër orientim seksual se sa unë. Llogarit, domethënë, është një individ homoseksual. Unë me atë koekzistoj pas një lloj fërkimi. E di pse. Sepse të gjitha ato gjëra që ne të dyve na shqetësojnë, e shqetësojnë edhe atë. Edhe atë nuk e shqetësojnë sepse ai është dikush do të duket ndryshe apo tjetër. Atë e shqetësojnë sepse ai nuk është njeri i sëmur. Këtu. Është një njeri i ndriçuar që dita ndaj shapi nga sheqeri, di çfarë i përket atij dhe çfarë i përket tjetrit, edhe di ku hiqet vija. Është një njeri që kërkon lirinë e tij, kërkon privatësinë e tij etj. Po atë privatësi kërkon edhe për të jetë me gjithçka. Që ti jetë edhe për palës tjetër, që në këtë rast është në sulm.
Ne dy jemi të vetëdijshëm që është në sulm. Ana, domethënë mazhoranca, shumica është në sulm me këto. Shumica është në sulm, Bleon, sepse është agresive, është agresuar në tërësi. Ngjarja e Beratit, e Tiranës, e Vlorës, e Shkodrës, e Durrësit vërtetojnë që ti ke një shoqëri në Shqipëri të acaruar, të agresuar, nuk e ke sepse janë agresiv ndaj ti apo atij komuniteti. Janë agresiv në tërësi, është vetësit. është shumë e thjeshtë dhe kjo gjë edhe në gjithë Europën. Ti ke njerëz të cilët kanë një lloj mlefi për 1000 njerëz tyje, për 1000 njerëz tyje, dhe këto mlefe manifestojnë në 360 gradë në çdo lloj realiteti, në çdo lloj situate, me çdo lloj personazhi që kanë përballë. Nuk ka lidhje fare madje kategoritë caktuara që merren në mbrojtje. Në kuadër të tolerancës, tu është paradoksi më i madh. Në kuadër të tolerancës dhe të lirisë, ti duhet të mbyllësh gojën në mënyrë të detyruar me ligj, se ndryshe ha dhe një sankcion qoftë dhe burget gjitha me radhë, sepse ne jemi shumë tolerant. Kështu që ty, për hir të tolerancës, të mbyllet goja, sepse po guxove ta hapësh gojën dhe të morë merzin. Pra, nëse ka absurd, do të thënë, hajde më thuaj ti. Dhe po ta them edhe një herë, nuk mendoj që ke njerëz të cilët qasen agresivisht sepse kanë përballë këta lloj njerëz të caktuar me orientime të caktuara. Qasen agresivisht sepse janë agresiv në tërësi. Një njerëz që është agresiv. Një njerëz që është agresiv. Unë nuk jam agresiv si natyrë, nuk jam as ndaj një hetero, as ndaj një homoseksuali, as ndaj kërkujt, sepse parimisht nuk prirem të drejtem nga agresiviteti. Ore, po pati që ka në dorë i gjen goshtët. Mirë, pa diskutim. Çështja është e tillë. Kush e diskriminoi Armandin, Versacen, tjerë se ishin homoseksual. Kush i preu rrugën këtyre personave se ishin homoseksual. Askush, por as nuk e çoj në përmend. Në Itali ka patur në vitet 70-80 ka patur figura jashtëzakonisht të ndritura, të cilët i përkisin botës së artit, muzikës, kulturës, nga Pasolini tek Renato Zero tek gjithë mjeshtrat e modës, me Armani, me Versace, me kush thanë një herë që jo, ky mos bëj art, ky mos bëj shkencë, ky mos bëj filozofi, ky mos bëj poezi, sepse është nuk ka funksionuar, nuk ka ekzistuar kur diskriminim në këtë plan. Diskriminimin e ushqejnë pikërisht ata të cilët kanë nevojë të jetojnë sepse vetëm përmes diskriminimit të tyre ata ndihen që po janë faktor. Pra është në diskriminimi i cili i ndihmon, sepse po mos ishte ky lloj diskriminimi, ato do humbin kuptimin e të funksionuarit, se funksionojnë vetëm në logjikë viktimizimi. Arma e tyre më e madhe është viktimizimi. Dhe këtë sot ne po shohim edhe tek një popull i caktuar që funksionon vetëm si viktim. Dhe në momentin që ti i thua, shiko, se nuk po je ti viktima, aty tërbohet. E njëjta gjë ndodh dhe me këtë lloj grupimi. Dje dëgjova një debat se kaluam tek ky ligj, por me thënë drejtën, jam disi i predispozuar për ta arsyetuar sepse mendoj që do ketë efekte sot dhe në të ardhmen për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Mund të bëjmë një kompromis, të lutem, mund të japun fjalën që ta diskutojmë këtë fiks në vend tjetër dhe të rikthehemi prap tek ajo që ishim. Vetëm po të mlesh fjalën e fundit. Dje ishte një zonjë e cila ka shekuj që qarkullon në mediat shqiptare dhe në gjitha ambientet shqiptare, pjesë e një konstelacioni caktuar që i përket një grupimi të sponsorizuar prej vitesh nga një zotëni hungarezo e tjerë, s'po them emrin, që i fillon me S dhe i mbaron me S, e cila thoshte, jo, referendumi, unë mendoj që është i tepër për këtë ligj, sepse unë jam e sigurt që nëse bëhet referendum 90% e shqiptarëve nuk do e duan. Zonja promovonte miratimin e ligjit dhe tha, jo, po normale që po të bëhet referendumi 90% e shqiptarëve do jenë kundër. Po ndërkohë po japim shqiptarëve një ligj për cilin 90% e kësaj popullsie shqiptare është kundër. Por neve po e japim, ta kenë. Është super filozofi. Në kuadër të demokracisë, lirisë, tolerancës dhe mirëkuptimit.
Ha? Ku ka gjë më demokratike dhe më tolerante? Po Se sa ti imponosh po 90%, patjetër, po patjetër. ti imponosh 90%, atë që do 10%. Që në rastin e Shqipërisë un kam dyshime të forta nëse do ishte edhe 10% që do të donte. Unë Kjo besoj është. që këta njerëz diku do e paguajnë, po të jap fjalën që i shtojmë, siç e thamë në episodin tjetër, e shtojmë një temë të tretë për ta diskutuar këtë, sepse në fakt është e rëndësishme. Është e rëndësishme dhe duhet diskutuar dhe do e diskutojmë premtim publik. Edhe unë nuk jam politikan, edhe dije që do e mbaj. Ani, për sa i përket të premtes të martës së zezë dhe makabritetit në Shqipëri, kam dëgjuar shumë të kohë, domethënë që doli filani apo fisteku shëndeti mendor. Shiko, e para fare duhet thënë diçka. Domethënë, un kam folur në Buçi podcast me aq sa un kam kapacitet në këtë fushë për shëndetin mendor, me fokus në shëndetin mendor për meshkujt, sepse një nuk më lejohet nga të njëjtat rryma për të folur për gjinin tjetër, po dy, sepse edhe un vet nuk e shikoj deri diku të drejtë, domethënë. Unë mendoj që jam goxha i aftë të flas në përgjithësisht për ato, por nuk e bëj për të vetmi fakt që biseda të ketë një farë lloj sensi dhe një lloj barazpeshe në personat që janë prezent. Bleona Sani deri në ditën që ne flasim, domethënë ka kontaktuar 6 persona të ndryshëm. 6 persona të ndryshëm që i përkasin fushës psikologjisë apo ku dijon psikiatrisë etj. Edhe e ka shtyr. Njëri sot nuk jam gati, nuk këtë. Pak rëndësi ka, arsyet e tyre mund të jenë legjitime, çdo gjë në rregull. Nuk do njëri të flasi për këtë gjë. 1. E dyta. Unë jem bie dakord me ato që ti përmende më përpara, se ku gjendemi dhe çfarë bëjmë dhe ushqimi mendor etj. Nuk më bind që është problemi i shëndetit mendor. Pse nuk më bind që është problemi i shëndetit mendor? Sepse e di kur mendojmë që është deri diku, jo komplet e shëndetit mendor. Është deri diku kur baballarët për shembull nga mungesa e diturisë, ose që janë komplet legena ignoranta, domethënë nuk i mësojnë fëmijët e tyre se si cilën, nuk përkujdesen për vajzat e tyre dhe ato kërkojnë të replikojnë një shembull të keq për shkak të traumës së fëmijërisë, ku nënat nuk edukojnë djemtë e tyre, dhe ata sillen si plera, domethënë me vajzat me të cilat ata dalin dhe bëjnë, i përndjekin, i rrahin, i dhunojnë, i ushtrojnë dhunë psikologjike etj. Deri këtu unë mendoj se është deri diku 50-50 problemi i shëndetit mendor, sepse e ke parasysh janë gjëra që janë implementuar në ta, edhe ky kod duhet fshir avash avash, kërkon kohë, kërkon një strukturë të posaçme. Së më shbërë dhe vdekje kjo fjalla, strukturë të posaçme nuk e të gjithot më, na e kam bërë emisionet. Dhe mendoj që deri në një farë moshe, është brumi akoma i butë që mund ta formosh deri diku, domethënë që të sillet në një mënyrë apo në një tjetër. Po këto gjëra që ne përjetojmë, çfarë shëndeti mendor është ky? Ky është fije për pe ajo që ti përshkruajte. E kupton? Nuk ka sot një emision ti mësoj një fëmijë një kuriozitet më, vllai dashur. Un kam nipe që më dhimbse për zotin lartë. Edhe miq të dashur të bëj dhe reklam, edhe pse duket legene si gjë, të bëj reklam tani. Kam filluar për hatër të nipit tim, ja dedikoj nipit tim videot e shkurtra 201 fabula nga Ferit Lamaj. Pse ja dedikoj nipit tim? Jo sepse nipi im është më i mirë nga të tjerët, meqenëse për mua është. Ja dedikoj sepse për YouTube ka vetëm plera. Vetëm plera, nuk ka asë një lloj gjëje. Kam lënë pezull projektin e tregimeve të mosme shqiptare dhe po merrem me 201 fabulat, se është e vetmja gjë që është e përputhshme dhe e thithshme nga fëmijët, sepse është me karaktere komike, me kafshë, me këto gjëra që i kemi ne në përpralla etj. Unë jam jashtëzakonisht shumë i zënë ndi. Nuk kam kohë të vlejgjum, o vllai dashur, e kupton? Vi në shtëpi, të rregullojmë, të moj partneren, se edhe apo punon, si dreqi.
S'mund të tani ti ngarkojmë gjitha barat e tjera. Duhet të merrem me punën time, duhet të bëj planin për vitin tjetër, duhet të rregulloj gjërat, duhet të mbaj marrëdhëniet me shoqërinë time, duhet të mbaj marrëdhënien me familjen time, duhet të mbi gjitha këtyre të tjerave, domethënë, të vazhdoj të stimuloj këtë gjën që është këtu brenda, këtë gjën e butë, se ndryshe do var veten, se po se stimulova, kaloj në depresion kështu në sekond. Edhe ndër të tjera, domethënë, unë një detyrim, sepse e konsideroj vetëm parazit edhe mund ta marrë njerëzit siç e duan atë. Nuk e konsideroj vetëm parazit zotëri. Nuk ja toleroj vetes që të predikoj të marrin përgjegjësi personale dhe të ankohem se ka vetëm mut në YouTube. Ankohem unë. Ama e shoqëroj me këtë tjetrën. Pse duhet ta bëj unë këtë? Ç'a bëjnë? Ç'a bën të vëshë? Ku janë prodhimet? Ku janë mësimet për fëmijët? Ku janë emisionet siç kanë qenë njëri një kohë me pyetje me kuice, me gjëra të tjera, kuriozitete, gjëra që kur isha unë me babin tim, mbante Isai mes këmbëve kur isha i vogël. Për zotin lart, edhe shikonin këto emisione, domethënë, e di ti se di, e kupton, edhe që e kanë baballarë shqiptar, po ti për çfarë veten në shkollë, kurse di, e kupton, kota i pyetje, domethënë, po prap ka qenë gjëja më e shëndetshme, gjëja më e shëndetshme për mua. E kupton sepse më ka ushqyer në mënyrë pozitive dhe negative një kuriozitet që manifestohet pozitivisht. Pozitivisht manifestohet kurioziteti. Nuk mund të bëj unë me faj, sepse mënyra ka qenë e gabuar, po konkluzioni ka qenë i mirë. Doesn't fucking matter. Ajo ko ka qenë, aq ti, po bën më të mirë për ty, kaq. Por tani, ku qëndron problemi me shëndetin mendor? Unë nuk mendoj që kjo është problemi i shëndetit mendor. Ktu është problemi i shtetit, edhe po e dëgjuat sakt, është hera e parë që Bleona Asani ia vë përgjegjësinë shtetit. Për çdo lloj gjëje kam thënë përgjegjësi e vetes, gjithë secili duhet të mbajë përgjegjësi, duhet të jetë një person i shëndetshëm, duhet të kujdeset për veten e tij, duhet të bëj ballë gjitha problemeve, duhet të rregullojë problemet, nuk duhet të shkarkojë problemet e të tjerët. Po për herë të parë po them që ka fajin shteti dhe kur them shteti nuk kam fjalën e Edi Rama, megjithëse është pjesë. E kam fjalën e gjithë konstelacioni. Gjëra të tilla ndodhin për fakt, për shembull në ajo dhuna në familje nuk e di se si ka qenë. Po ja benefitin e dyshimit filanit ka pasur një marrëdhënie jo të mirë shtypse etj etj. Unë se kam pasur atë fat, mua më ka bekuar Zoti, kam pasur mbështetje të gjithkohës. Ama nuk ekziston gjyqësia në Shqipëri. Prandaj njerëzit kalojnë në vetgjyqësi. Nuk besoj unë tani, po ja fus pordhës kot. Edhe jam 100% i sigurt për këtë. Por në këtë aludimin tim po të them, po marr një rast laboratorik ku një kuzhinier vret një kamarier, sepse nuk funksionon hallka menaxheriale në atë biznes. Hallka menaxheriale nuk kontrollohet nga asnjëri. Nuk ka, domethënë, është free for all, është Wild West, është perëndimi i egër. E ke parasysh? Sepse asnjë njeri, asnjë individ e shikoj të tim vlla për gjëra domethënë nga më të voglat për njerëzit, që për ata janë të mëdha dhe për mua janë të mëdha, se janë për atë. Edhe deri të gjëra më të mëdha si këto, që njerëzit nuk kanë besim o zotëri që do marrin një përgjigje, që do marrin le të themi drejtësi, dhe për këtë arsye i nënshtrohen instinktit të tyre primal, merr bastunin edhe xhungën në kokë shpellari tjetër. Nuk e di unë se si e shef ti. Atëherë, ka edhe një element ndoshta që vlen të përmendet. Është bërë pak mekanike dhe pak metalike jeta e kësaj lloji shoqërie. Domethënë, shoqëria konsumiste, kapitaliste, ka një lloj frenezie në vetë. Është ajo që the ti, është si kokainë, domethënë shkohet ngjarje, ritëm, ndiqet gjithkohës një lloj, gjithmonë ke target, i cili mund të jetë qoftë financiar, qoftë karriere, qoftë mbijetese, por gjithkohës ti je në rash. Pra është shoqëria e cila është në rash. Shoqëria shqiptare
themon ka një anomali të dyfish, sepse është një shoqëri e cila në vetveten nuk e ka është një libër i Weber, e cila njihet si baza e kapitalizmit dhe që quhet kultura protestante, baza e kapitalizmit, diçka pra praktikisht ka vende të cilat janë me i përkasin rrymës protestante, anglikane, etj, kalviniste, çfarë të cilët kanë qenë dhe themeli i kapitalizmit, dhe pse sot prirët që thuhet jo hebrejt dhe bankat e tjerë. Po në fakt po ta analizosh kapitalizmi e gjen fillesën dhe ushqimin e tij në kulturën protestante. Ka diskutim pastaj nga vjen protestanizmi, domethënë se brenda janë ajo pala tjetër e mirë njohur prapë te protestanizmi, po vazhdoj. Megjithatë, po, ke drejtë. Nëse do hapësh hetimin, po patjetër mund dali pse jo. Dhe Shqipëria u gjen ndoshta e pa përgatitur, u gjen në një lloj rashi i cili nuk ishte normal. Do ne vinim nga një realitet minimalisht 50 vjeçar, ku ti e dije që do bëje një punë 8 orashe, do merret një në rrogë, si ti ishe mjek, si ti ishe punëtor krau, si plus minus lëvizje 1000 lekë nga drejtori deri tek ai që punonte në ara. Domethënë ndoshta diferencat ishin shumë vogla. Sepse gjërat ishin në komunizëm njerëzit quheshin të barabartë në varfëri. Pra komunizmi realisht arriti barazin, po arritin në varfëri. Pas në ai shqiptar. Dhe kemi një situatë që shqiptarët u gjendën në një ritëm që ndoshta nuk ishte shumë i natyrshëm për ta. U gjendën në një lloj lufte ku secili duhet të spikaste me thonje, me mënyra pak dhe shumë ortodokse, dhe nga ana tjetër u gjendëm ndoshta të përfshirë në disa procese fushata ku ndoshta një lloj lampe spiune, si ato të makinës që tregojnë që po ka probleme bateria, po duhet ndruvaj. Një lloj elementi që na ndërgjegjëson është edhe kjo, që ne gjejmë veten shumë me debate për vjedhje, për korrupsion, për shpërdorim detyre, për hajdutëri, për të drejta të njeriut, të cilat në vetvete janë të mjaftueshëm të fryera, nuk po them të sisura, është fjalë e madhe, po minimalisht të fryera dhe të stimuluara. Dhe jemi larguar nga elementë të cilët në një farë mënyrë kanë qenë të rëndësishme për të mbajtur komunitetin brenda binarëve, siç mund të jetë një marrëdhënie njerëzore më e thellë, një marrëdhënie familjare, quasi edhe fisnore nëse do, e cila praktikisht ka ardhur në zbeje gati në zhdukje. Do marrëdhënie fisnore në Shqipëri nuk ekziston më. Marrëdhëniet mes kushërive, farefisit janë vetëm në dasma dhe në vdekje. Nga ana tjetër kemi një merak shumë të madh për të drejtat dhe për liritë e një kategorie që nuk e di sa përqind përbën për shoqërinë shqiptare. Dhe nga ana tjetër nuk kemi asnjë fokus për një gjë që ndoshta pjesa madhe e shoqërisë shqiptare e ndjen si të saj, që është besimi. Besimi, duam neve, feja, ka qenë një rregullator ndër vite, ndër shekuj, ndoshta edhe në kohët kur në Shqipëri nuk lejohej zyrtarisht, i cili mban njerëzit në një lloj njerëzillëku më të madh. Nëse ti rend mbas të drejtave civile, të cilat quhen të drejta pozitive, sepse janë të drejta ligjore, ka një ndarje mes drejtës natyrore dhe drejtës pozitive. Drejta pozitive sankcionohet nga ligji, buron nga një normë e caktuar. E drejta natyrore është gati ajo e natyrshmja e njeriu. Besimi është një nga elementët e drejtës natyrore të njeriu. Po që çuditërisht harrohet, nuk stimulohet, nuk gjen madje në momente të caktuara demonizohet si arkaike, si e prapambetur, si por në fund fare po ta mendosh, çfarë fryme merr ti nga një komunitet i caktuar i cili në ADN-n e vet ka viktimizimin,
paradën Predin, pra atë Lavdin, që nuk e di se ç'nevojë ka për të qenë proud për një fenomen që ti e quan që e ke edhe të lindur për më tepër. Unë do isha krenar edhe do shpallja krenarin time nëse do kisha bëj një vepër inxhinierike, vepër arti, po sepse unë i përkas një komuniteti të caktuar jam krenar, do janë prodhu disa vlerat, se nuk po du t'i vej ato antivlera, vlerat dhe antivlerat, atë dikotominë e famshme, e mira e keqja, e bardha e zeza. Po e lëmë një anë këtë, vlera antivlera. I quajmë vlerat të gjitha. Por nëse ti si shoqëri ke më shumë në fokus që të stimulosh disa vlera të caktuara, të cilat thash, i përkasin një pakice, duam në numër të bëjnë pakice, që në vetvete stimulojnë Pride-in, që nuk e di se për çfarë është ai lloj Pride-i, po që edhe nëse qofti legjitimuar, që në rastin konkret është zero, sepse thash, nuk po bën manifestim të një arritje apo të një shkence apo të një shpigje që ke bërë, po bën manifestim sepse i përket apo bën një gjë caktuar seksual, që nuk është një gjë për të qenë krenar. Dhe nga ana tjetër ke stimulim dhe shtrëngim të një shoqërie drejt disa elementeve, të cilat kësaj shoqërie nuk i sjellin vlerështuar. Merren nga duash, nuk i sjellin vlerështuar. Nuk predikojnë as paqen, as mirësinë, as familjen, as dashurinë, as faljen. Janë të gjitha elementë të cilët burojnë nga besimi dhe nga feja dhe nga Zoti. Duam ne. Pastaj, nëse do i hymë që shiko sepse edhe pritërinë dhe hoxhallarët dhe ata që shkojnë kish, ata që shkojnë xhami, kur vjen puna, mbarojnë ceremoninë dhe pastaj kthehen prapë, pa diskutim. Nuk është puna me kërku deviancën. Por thelbi i një filozofie dhe thelbi i filozofisë tjetër kush është? Thelbi i njërës filozofi nuk është ai që stimulojte, është një shoqëri e cila sipas kësaj filozofie, e cila po miratojnë ligjet, stimulon lirinë, që nuk është liri, sepse sa po ti mos më lejon të kritikoj, nuk flasim për liri, ç'është liri është. Ti stimulon një liri e cila është fake, stimulon një dashuri e lirë pa kufi, e cila nga vetë koncepti pa kufi, çdo gjë pa kufi është destinuar të degradojë. Çdo gjë e pa kufi është destinuar të degradojë. Edhe gëzimi më i madh dhe nuk e di, ndonjëherë edhe mirësia ekstreme, nga vetë fjala ekstreme, prodhon, kështu që çfarë vlerash stimulon kjo lloj filozofie dhe çfarë vlerash stimulon filozofia tjetër, e cila gjithmonë më shumë po shkon në humbje. Neve nuk po kemi më fare asnjë lloj lidhje me anën shpirtërore. Spiritualizmi në jetën e përditshme të njerëzve, në botën e shqiptarëve, sidomos unë jetoj këtu dhe arrita ndjej, është gati në nivelet zero. Domethënë një shoqëri e cila është kryer metalike, domethënë në kuptimin e filmit të famshëm të Kubrick, Portokalli mekanike, ke parasysh? Një shoqëri e cila është aq metalike, aq mekanike sa që shkon në vandalizëm. Nëse ti shmang dhe zhduk çdo lloj komponenti me natyrë spirituale, nëse ti heq të bukurën nga shoqëria, nëse ti i mohon çdo lloj elementi të kësaj natyre dhe ke kalamajt nëpër shkollat fillore, ti çon njerëz që ti edukojnë se si ta shprehin lirinë e tyre seksuale dhe si ta gjejnë dimensionin e tyre seksual dhe përkatësinë e tyre, dhe nuk i çon artist në shkollë, dhe nuk i çon piktor, dhe nuk i çon muzikant, dhe nuk i çon njerëz erudit, por i çon këto, thua se fëmia ka nevojë për këtë lloj gjëje, e cila në vetvete mund të rezultojë dhe fatalisht e dëmshme, sepse ti se di fare formimin e një kalamane të klasës 3 apo klasës 4. Njëri mund të jetë më i avancuar dhe kap, tjetri mund të jetë i brisht edhe tronditet. Pra, gjithçka për mua shkon në fund të ditës shkon ke ushqimi. Nëse ti do japësh dikujt një ushqim i cili është vetëm i prirur për të stimuluar element të drejtave të njeriut, të drejtave të shoqërisë, etj, që nuk janë thash as drejtat e njeriut, sepse drejta e njeriut është drejta universale, drejta natyrore, jo drejta e stisur gati apo e stimuluar. Nëse do ishin procese natyrore etj, ti s'ke fare nevojë ti vesh
në kuota caktuara apo në regjime caktuara favorizuese. Ti je përpara një situate kur unë thash dhe më parë, jemi përpara një realiteti ku Italia në vitet 60-70 konsideroi homofobe. Por pra kur vjen puna spikatën figura të jashtëzakonshme, dhe e njëjta gjë në Francë, dhe e njëjta gjë në Angli, kush pati një herë probleme me seksualitetin e Oscar Wilde apo Elton John apo tjetrit apo tjetrit. Kush e çoi në përmend ata kishte këtë lloj problematike. Askush. Pse? Sepse genialiteti dhe cilësitë dhe vetë qenia edhe personazhi përkatës ishte që jetonte dhe mbijetonte vetë 500%, nuk kishte nevojë për asnjë lloj stimulimi, kuote apo favorizimi të induktuar nga një normë ligjore apo shtrënguese. Pra, to të gjitha çojnë në një shoqëri e cila zhvishet nga çdo lloj forme e të ndjerit dhe të bukurës dhe të hynores dhe të diçkaje që shkon përtej. Nëse ne humbim elementin transcendental, pra elementin e përtejshëm, elementin e përjetësisë, nëse humbim lidhjen tonë me shpirtin, sepse ne kemi këto dy komponentët e famshëm që është trupi dhe shpirti. Nëse neve i japim gjithkohës peshën vetëm një elementi tokës, toksores dhe shpirtin dhe atë ushqimin shpirtëror e çojmë totalisht jashtë agjendave tona, normal që njeriu kthehet në kafshë pastaj, sepse njeriu ka elementin kafshëror brenda vetes, ka elementin divine brenda vetes. Nëse ti do e zhveshësh njeriu nga elementi divine, dhe do thuash që leje aspektin shpirtëror, mendoj gjithkohës punosh, siç the ti, edhe ti edhe jo të shoh që jeni gjithkohës në punë. Jeni 10 orë në punë, je gjithkohës me impenjim me gjëra. Ku do të kesh mendjen ti të gjesh kohën dhe të ushqesh veten shpirtërisht me elementin qoftë të asaj e cila është hynore brenda toksores, që është arti, që është piktura, që është muzika etj. Qoftë e vetë hynoren, pra me elementin tënd shpirtëror, i cili është marrëdhënia jote me botën e ndeshme. Nëse neve i fshim këto element, ty të ngjelet vetëm aspekti toksor, dhe aspekti toksor ty të përafron si qenie shumë më shumë me kafshën se sa me njeriu e cilësor, që ne gjithë do dohim të ta gjenim në çdo mjedis. Por thash, sidomos Shqipëria, ku vrasjet janë në rend të ditës, ku hajduteria është në çdo kronikë të mundshme, qoftë nga politika, qoftë nga krimi ordiner etj. Ku gjithkohës flitet me një fjalor miserabël. Gjithë instancat e mundshme të artit dhe të kulturës janë gati në shuarje sipër, mjedisi përreth, pra environment, të mbushet çdo ditë më tepër me beton, që me thënë drejtën, ndoshta për ty si inxhinier mund të ketë një lloj elementi frymëzues dhe të bukur, por për njerëzit e tjerë kam idenë është diçka as pak e këndshme për syrin edhe për gjithë qenën. Kështu që nëse ti kthehesh në këtë lloj mjedisi, ajo që do prodhosh kush do jetë? Agresivitet, nervozizëm, sepse dhe izolimi bën vetëm. Njerëzit janë kthy që janë gjithkohës në scroll e sipër. Dhe një herë që një njeri përballet me një njeri tjetër, pra është uni dhe tjetri që përballen me njëri tjetrin, kur ti je mësuar gjithkohës me unin, sepse shef vetëm veten tënde dhe atë çfarë shef në rrjetet sociale, është pra projekcioni jot, kur përballesh me një entitet tjetër, që për ty tashmë është bëj huaj, sepse nuk je më mësuar me kontakt fizik, sjellja jote është e çakërdisur. Dhe çakërdisja ka lënë nga kuzhinieri që te kamarierin, nga ai që thot pse pret kalin, apo ai që thot pse shef shtrëmbër. Nga ana tjetër ke një drejtues qeverie që thot hëmshin fokat e veta, vrapshin njërin tjetrin dhe i fundit vrat veten. Tash ti, me këtë lloj fryme, me këtë lloj mendësie dhe mjedisi, mos prit që të dalin Da Vinci dhe Michelangelo në qarkullim. Është shumë e vështirë. Kështu që mendoj se Shqipëria duhet të ketë
një politikë të mirëfillt, duke filluar që nga fëmijët në shkolla, duhet fillojnë të kenë një politikë për t'i mësuar kalamajt me të bukurën, për t'i mësuar me artin, për t'i dhënë një frymë më 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 të zbutur, sepse e bukur atë të zbutur në fare, se në për vendet evropiane neve e shohim që njerëzit mund të jenë dhe sipërfaqësisht edhe hipokrit. Po në pamje të parë të buzëqesh ose ta kalon ose nuk të shpreh nervozizëm. Ai për brenda mund të jetë katran. Po ka arritur në atë fazë të evolucioni dhe këtë ja ka mundsuar gjithë mjedisi, duke filluar që nga qyteti i bukur, që nga këmbanat e gjitha me radhë, i kanë prodhuar një qetësi të tillë që ai të paktën në approachin fillestar të jetë njerëzor. Pastaj tash, brenda vetes njeriu është shumë kompleks. Kurse në Shqipëri nuk bëhet absolutisht asnjë lloj politike në këtë drejtim. Mendimi im, A-ja fillohet me fëmijët, 2 fillohet me të rriturit, me një lloj programi që të me shumë drejt tua që të ketë një qasje më edukative, sepse dija, edukimi, aspekti intelektual do të zbut. Nëse ti lexon një libër në fund të ditës, ti nuk del dhe vret. Qofsh ti njeri i pa elaboruar fare, mjafton një libër të lexosh, ti nuk je më ai e gërsira që ishe një ditë përpara. Pra, nuk mund të ti thush njerëzve vetëm bëj pare, bëj karrierë, bëu i çik me shkatët, vjedh dhe ti. Se po e ushqeve vetëm me këtë lloj gjëje, në fund të ditës mos u çudit që ai të bler cikël dhe therr. Se e ke transformuar në një serial killer. E ke kthyer në një makinë. Kështu që nëse nuk ka një logjikë të saj natyre, unë them shoqëria jonë zorse do prodhoj artist, paktën që deri dje me Papa Vramin apo me Ilir Kernin apo me qoftë edhe Brezi më vonshëm me Ambeta, Ilir Shaqiri etj, pra njerëz që gjithsesi ishin kultivuar me një lloj tjetër Shqipërie, me një Shqipëri që kishte një shkollë më cilësore, më disiplinuar, më artistike, nuk po ka më, kush janë ata të cilët Shqipëria sot po nxjerr. Është një brez i cili ka shku poshtë, nuk nxjerr më asgjë. Kështu që that's it. Tashi, unë të gjitha ajo që the nuk kam çfarë të shtoj më, se thjesht vetëm do të përsërisja miku im. Ne u thamë në bisedën e kaluar, domethënë dhe Andi është pikërisht këtu pse përputhet goxha me bërthamën, domethënë ne mund të ndajmë këndvështrime të ndryshme në shumë lloj temash, por e vërteta është që ushqimi mendor është zakonisht shumë i rëndësishëm. Domethënë dhe duhet me do e mos të zgjedhim, sepse vërtet ne themi që fillon nga fëmijët, po siç është ajo shpreha, mendje e shëndetshëm në trup të shëndetshëm, nuk mund dalë një fëmijë i shëndetshëm nga një prind i pashëndetshëm. Kështu që duke u munduar për të gjithë ata që kanë dëshirën, edhe që nesër do kenë besimin të bëhen prindër, le ta nxjerrin veten tonë nga mediokriteti, le të ftojmë veten tonë të gjithë bashkëmoshatarët, bashkëqytetarët, komshin tanë për të sjell një frym të re, se kjo fillon që nga kjo bisedë këtu, kjo fillon që nga juve që po e dëgjoni, që po e shikoni, kjo fillon nesër pasen se kur ta bëni me miq tuaj një bisedë në kafe. Është pak, po është e saktë që mund të fillojmë diçka, sepse në këtë lloj mënyre kanë filluar si gjëra jashtëzakonisht shumë të mira, po ashtu dhe makabritete shumë të këqija. Kanë filluar vetëm me një bisedë. Dhe për më tepër, kur ndodhin këto gjëra të këqija të mëdha globale, domethënë gjëra që ne sot tek kësaj dite na mësohen, domethënë na indoktrinohen në tru, gjitha kanë filluar në një bar, kanë filluar në një pub të vogël ku njerëzit pinin bira dhe ishte njëri eloquent që mendonte që ishte më i mirë nga të gjithët. Edhe pse është shembull i keq, është shembull që në qoftë se përdor të njëjtin mjet për diçka të mirë, mund të funksionojë.
mund të funksionojë. Balanca është aty, është thjesht çështje dëshire. Ndaj miqtë e mi, qëndroni mendje hapur, qëndroni kritik, qëndroni skeptik, as mua mos më besoni momentin e parë që më dëgjoni, se nuk e dihet në çfarë gjendje jam unë, nuk e dihet se ku e kam marrë informacionin unë. Kështu që hapeni mendjen, besoni për veten tuaj, kontrolloni për veten tuaj, mësoni për veten tuaj, edhe më vonë pasaj përmirësoni për veten tuaj. Se në fund fare unë nuk përfitoj të ndonjë gjë nga përmirësimi juaj, është vetëm ju. Por jemi në një twilight. Si thon twilight në shqip nuk e di tash. Po që jemi mes dy drejtime. Jemi në dyizim. Jemi në një dyizim, miq, dhe se çfarë jo vetëm Shqipëria, po e gjithë topi i dheut dhe i ujit do të vendosi, cilë rrugë ne do të zgjedhim nga ky dyizim, do të vendosi dhe do të shëmbëllehet në çdo gjë që do vi më vonë. Edhe në qoftë se nuk do ta heqim ne, gabimi që bëmë sot, tieni të bindur, do ta heqi kromozoni juaj dikur. Kështu që duke pasur këtë në mendje, ju falenderoj që na duruat dhe këtë herë me të gjithë pasionin dhe mlefin ton. Që do t'ju rahepi mbase tham na gjë, mbase s'tham gjë fare, si dihet. Juve e vlerësoni këtë gjë. Shpërndajeni me miqtë tuaj, like, komente, këto gjërat e tjera, siç e tham në episodet e tjera, ju e dini, unë e kam shumë të sikletshme të bëj, edhe ma kam bërë edhe shumë kritik, buçi pse nuk vë një reklam në mes, pse nuk e thoj që në fillim, pse nuk e kështu. Thelbi është, ja, është ky që kam përballë. Edhe më ngelen gjithmonë për në fund këto gjëra. Kështu që nuk më mbetet gjë tjetër vetë se t'u falenderoj përzemërsisht dhe bashkë miru pafshim ose miru dëgjofshim deri në episodin tjetër. Ciao. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.